Xhamia me minarin prej Druri Heshti, jo nga koha, por nga mungesa e fshatarëve që dikur i jepnin jetë çdo guri të saj. Kjo është xhamia e fshatit Meshin në komunën e Kamenicës, më e vjetra në këtë zonë. Ndërtimi i saj ka nisur në vitin 1888 dhe ka përfunduar në vitin 1915 bashkë me Mejtepin. Ajo që e bën këtë xhami veçanërisht të dallueshme është minarja e saj prej Druri, një veçori e rrallë dhe pothuajse unike në rajon. E ndërtuar me mjeshtri artizanale, minarja ruan stilin tradicional dhe dëshmon për teknikat ndërtimore të fund shekullit 19 dhe fillim shekullit 20. Ajo nuk është vetëm pjesë e arkitekturës, por një rrëfim i gjallë i historisë. Brenda oborit të xhamisë gjenden ende themelit e Mejtepit të dikurshëm, ku fëmijët e fshatit mësonin shkrim e lexim, ndërsa të rriturit gjenin një vend pushimi dhe tubimi. Ky kompleks i vogël por me vlera të mëdha ishte një pikë bashkimi dije dhe besimi në këtë zonë malore të Kosovës lindore. Sot kjo xhami është shpallur trashëgimi kulturore. Restaurimi i saj tashmë ka nisur, duke ruajtur formën e saj origjinale dhe duke i kthyer dinjitetin edhe minarës së saj prej Druri, që sërish të qëndrojë krenare si dikur. Një xhami që heshti, por historia e saj vazhdon të flasë.